Shqipëria vijon të jetë një çerdhe për pastrimin e parave. Departamenti i Shtetit në çdo raport e ka ngritur alarmin dhe fusha ku hidhet më shumë para e pistë është ajo e ndërtimit. Agjencia e Inteligjencës Financiare ka publikuar raportin vjetor të vitit që lan pas, ku bën me dije se ka identifikuar 234 raste për pastrim parash. Vlen të theksohet se pesha më e madhe e rasteve të dërguara nga AIF janë adresuar DPPSH si organi ligjzbatues kryesor në vend dhe i specializuar për kryerjen e veprimeve hetimore, ndër rastet e dërguara në prokurori në vitin 2024, peshën më të madhe zën ato të dërguara në SPAK, ku përfshihen edhe rastet e dërguara në BKH, me 53% të totalit dhe pjesa tjetër i përket prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm. Gjatë vitit 2024, krahas dërgimit të rasteve në prokurori dhe DPPSH, është dërguar informacioni edhe në DPT për 25 raste, për të cilat është konkluduar për dyshim dhe evazion fiskal, fshehje të ardhurave apo shkelje të tjera të legjislacionit tatimor. Në 2024, AIF ka dërguar 116 informacione në shish, në lidhje me çështje të dyshuara për aktivitet kriminal, objekti përbashkët interesi mes dy institucioneve, thekson raporti. Në dokument theksohet se të përfshirë janë edhe njerëz të akuzuar për korrupsion, teksa merret si shembull një ish zyrtar i drejtësisë. Më të janë dhënë detaje dhe mbi skemat që ndiqen për pastrimin e parave nga njerëzit e politikës dhe botës së krimit, të cilat kanë vënë në lëvizje organe në fjalë, transferta të dyshimta, në mbërritje apo në dalje dhe në tentativë, me përfshirje të subjekteve, shtetasve të huaj dhe të pajustifikuara në dokumentacionin mbështetës, investim në pasuri të paluajtshme në vlera të larta, me burim të paqartë, të panjohur apo të pajustifikuar në fonde, blerje pasurish të luajtshme luksi, për shembull automjete në vlera të larta, bizhuteri, ora e të tjerë, që nuk përputhen me kapacitetin financiar të klientit, transaksione nga prona të dyshuar si të përfshirë në veprimtari kriminale të mëparshme, apo lidhja me persona me precedent penal, kryerja e transaksioneve të copëzuara me qëllim për shmangjen nga raportimi nën pragun e përcaktuar, rritje të dyshimta të kapitalit të personave juridik, me burim të panjohur të ardhurave, apo me element fiktiviteti, shitblerja e kuotave, aksioneve të personave juridik, me një çmim më të ulët apo më të lartë, krahasuar me vlerën e kapitalit neto në Shqipëri, sponsorizime, dhurime dhe dhënje huaje, nga dhe për të tretë, pa lidhje të dukshme që mund të justifikojnë transaksionet mes palëve, apo transaksione me dyshime mbi burimin e fondeve dhe gjetjet negative për palët e përfshira, blerje e pasurive të paluajtshme nën vlerën e tregut, përdorimi i personave të tretë për transaksione dhe investime, pa precedent dhe lidhje të dukshme kriminale, në funksion të fshehjes së origjinës së të ardhurave, përfshirje personash të njëjtë apo të lidhur në biznese të shumëfishta, me qëllim qarkullimin e fondeve, fshehjen e origjinës dhe destinacionit të tyre, duke kryer zinxhir transaksioni në disa vende.